siç ndodhi rastin paraprak, domethënë që nuk arritën me zgjedh presidentin, do të më qenë një marrëveshje pako nëse faktikisht bëhet një gjë e tillë PDK, LDK, VVA, varësisht kush me kanë futet, po unë nuk besoj që do të mjalon rastet mo partitë politike deri në momentet e fundit me bo mandej si lojra politike, e thira në takim nuk u merdh, i shkova në takim dilën, unë ja lypa në emër, ky s'ma dha në emër, si me thonë, me kriju një farë amullije të popullit, mos me ditë njerëzit çka realisht të ndodh. Po çka e vlerësoj edhe qëndrimin e Zotit Kurti, se mbroma dhe kesh këshesh kur e mbajti fjalimin mas fitores, domethënë nuk u tallë shumë opozita, në nuk pati fjalimet tonë në nënçmuese siç ka ndodhur më herët, domethënë thatë që gjithsesi do t'i thrasë edhe parti tjera për me diskutu, nuk e dhja e patë për një me ajo. Ai ka pas mundësi nesër s'kan që dalin punat. Po, e patë edhe atë pjesën që ministrat në orate dalin punë, na e kemi, tha, kryeministrin, e kemi presidentin, na mungon ku vende, deputat s'kan ku me dalin punë. I ka ato fjalimet e veta, po shpresoj që ka me gjithë. Po, ka edhe një mesazh që, mbase, nëse e ki këtë logjikën që nuk e dëm për presidente prap Vjosa Osmanin, jo, e kemë presidentën, e bëke që s'kam na interesim për presidentin. Po, dhe, paka shumë po, edhe ajo ka mujtë më konë me frejshtë.